proporcionali, rajonal, spanjoll. Pra një sistem i cili e ka vërtetuar që në Shqipëri favorizon dy partit e mëdha. Pra në qofse do flasim për ndryshime konkrete, atëherë do të kalojmë me ndryshime konkrete përsa i përket të kodit zgjedhor. Pra duhet të referuar të Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra ky sistem duhet vazhdojmë më, apo duhet kthehemi në një sistem tjetër, se Shqipëria dreqet ja haj 2.400.000 janë me census. Mund të jenë dhe më pak. Jemi sa Parisi, jemi më i vogël se Parisi, e gjithë Shqipëria. Nuk ka kuptim ky lloj sistemi. Le të kaloj një zonë e përgjithshme dhe të bëhet në formën e majoritarit. Nëse doni mund të tregoj një ide. Po, patjetër. Është një ide sepse është punuar me vite të tëra që nga 43-shi, 1943-shi që shqiptari duhet funksionojë me parti. Vetëm partia dhe shumë e vështirë të shpjegosh një individi sot që forca e vërtet është forca e deputetit. Ne duhet të mundohemi ta heqim çështjen e partisë. Pra, një deputet është thjesht përfaqësues i zonës nga e cila del, përfaqësues i njësisë, përfaqësues i lagjes. Kjo do të jetë detyra e deputetit. Pra, një njeri i cili zgjidhet nga qytetarët për të nxjerrë hallet e mia si qytetari i njësisë 10 në parlament. I bie shkurt mohabetit. Kaq do të bëj deputeti. Është përfaqësuesi im në parlament. Nuk do të bëj asgjë më tepër. Pra, propozimi është diçka e ngjashme me sistemin amerikan, ku senatori senator përgjigjet për vendin e vet, për distriktin e vet. Kaq do të bëjmë edhe ne. Ne do të heqim dorë nga deputetët gjithalog që dalin nëpër media dhe flasin që nga politika e jashtme deri te sa dolën ndeshjet mbrëm në darkë. Ne kjo është patetike. Ne të mundohemi të krijojmë një sistem të ri, të nxjerrim njerëz të rinj, të kërkojmë ndryshime që mos të votohet më me parti, të sfumojmë partit. Sepse pikërisht ndryshimet e 2008-s që bëri Edi Rama dhe Sali Berisha ishin këto që sollën këtë lloj panorame. Ne duhet të sjellim kushtetueshmërinë në vendin tonë. Ne duhet të sjellim ligjshmërinë në vendin tonë. Ne duhet të krijojmë ndarjen e sistemit, ndarjen e pushteteve. Boll më në këtë lloj forme. Kjo lloj forme ka treguar që sjell një model korruptiv, një model autokratik, një model i cili shkon për shtat vetëm të fortit edhe i cili është lehtësisht i manipulueshëm nëpërmjet korrupsionit dhe blerjes me anë të parave. Kështu që ajo çfarë duhet të bëjmë ne është të kërkojmë ndryshime reale. Pra propozime reale. Kjo është thirrja ime që do të bëhet dhe nëpërmjet medias, po edhe nëpërmjet mikrofonit të kryeministria. Nëse flasim për qytetar, jemi qytetar, okej, jemi qytetar. Për këtë do të mësojmë. T'i vëjmë parlamentarët përpara përgjegjësisë. Ndryshime në kodin zgjedhor, që të bëhet gara e drejtë për të gjithë. Dhe kryesorja, për mendimin tim, të insistojmë te çështja e referendumit dhe tek heqja e imunitetit parlamentar. Presion të gjithë parlamentarëve. Në shtator, kur fillon sezoni i ri, akoma më shumë dhe më shumë. Kjo është mënyra e vetme se si të fitohet në mënyrë demokratike. Dhe pikërisht ky është një shans i artë që kanë qytetarët shqiptar për të bërë një ndryshim madhor dhe për të dhënë botës imazhin se si funksionon realisht një sistem demokratik dhe një revolucion demokratik. E qartë. Rej, duke parë të gjitha zhvillimet e fundit tashmë dhe situatën që është krijuar qoftë në kuvend, por qoftë edhe jashtë kuvendit, mendoni se po funksionon tashmë kuvendi si një debat politik apo është kthyer tashmë pra në një arenë përplasjes sigurisht mes shumicës dhe opozitës? Nderuar dhe të nderuar që na shikoni.
Parlamenti shqiptar ka vite që është larguar nga normaliteti. Në Parlamenti shqiptar ka vite i cili nuk merret me politik, po merret me akuza personale, individuale edhe përzënje protagonizmi. Ka vite që Parlamenti shqiptar nuk organizon politik. Ka vite që Parlamenti shqiptar nuk organizon reforma. Ka vite që Parlamenti shqiptar është bërë i parashikueshëm. Pra, hidhet një shashk, merren të gjithë me atë shashkën. Shqyr që erdhi protesta për të treguar diçka ndryshe. Se ju e mbani mend vjet parlamentin, ose deri përpara protestës, me bllokime foltore, me flakadan nga ana opozitës, edhe me pezullime të seancave. Pra ka vite që Parlamenti shqiptar nuk funksionon siç duhet. Pse? Sepse ja dolën pra me sukses. Me deputet që zgjidhen me paratë e krimit. Normalisht ata nuk din të flasin dy fjalë. Çfarë thoshte ajo vajza, si ka emër, kjo Elbasanit? Milja, Mile. Kur ishte në komision, këtë më dhanë për të lexuar, këtë po lexoj. Tani deputeti i Shqipërisë, përfaqësuesi im, këtë më dhanë për të lexuar, këtë po lexoj. Pra, kemi të bëjmë me njerëz të paaftë që nuk din ta bëjnë punën. Sepse unë e di që ajo nuk i ka kapacitetet për të qenë deputete. Apo Zezhineja, apo të tjerët nga ana PD-s, ku tre qereku nuk guxojnë të flasin kundër liderit, sepse lideri e vendos a do jenë nesër apo jo në parlament. Ne na duhet një model i ri politik. Ne na duhet njerëz të guximshëm dhe mbi të gjitha na duhet njerëz të cilët kanë dëshirën për të kontribuar vendit të tyre. Edhe mbi të gjitha të jenë ekspert ligjor, të njohin ligjin, se kjo është detyra parlamentarit. Do miratoj, do propozoj ligje. Kjo është detyra e kuvendit. Por kur kjo detyrë bëhet nga njerëz të cilët të financojnë me para, që do bësh ti përfaqësuesi im, përfaqësuesit e bandave, se po do të kemi guxim t'ia themi qytetarëve këtë. Po bandat vendosin parlamentar. Kjo është e vërtetuar tashmë. Janë njerëz që nuk kanë asnjë lloj kontributi publik. Zero kontribut publik dhe po të dalin me 20.000 vota. Prit më, kush je ti? Ci bëre 20.000 vota që nxorën mandatin e deputetit? Kjo është anomalia. Ky është absurditeti. Kjo është pikërisht ajo çfarë solli ndryshimi i 2008-s. Fuqizimin e kryetarëve të partive duke bërë zota, duke vendosur ata për çfarë do lloj gjëje dhe duke sfumuar debatin e brendshëm publik brenda partisë. Sepse këtu duhet filloj. Kjo është gjeneza. Kështu del një politikan. Del nga partia, reklamohet në parti, flet bukur, mendon, arsyeton dhe më pas shkon në parlament. Po të gjithë ne e dim që kjo gjë nuk funksionon në Shqipëri. Mirë, do ta mbyllim me dy pyetje të fundit. Deklaratat e deputetes Elisa Spiropali ditën e dieshme në kuvent si ke parë, por ndërkaq edhe mos lejimin të futes brenda në kuvendin e Shqipërisë të deputetit Agron Shehaj dhe nxjerrjen e tij me dhunë. Mendimi real më duken lojra. Janë njerëz që i shërbejnë politikës së vjetër. Spiropali